Jam lindur në Gjinev, mos e mbën me kajt e krejt në rregull është. Për ardhjet e mia janë prej krejt Europës, se kam Ukrainës, Polonisë, Austrisë, Italisë, Francës, bien që jam katunare dhe krenare. Me thonë ka një qetësi e brendshme ma e madh sepse janë konektuar me natyrë të në kohën. Unë jam artiste, jam street art, bëj street art. Kosovë si do të Kosova? U shgënjeve me ato, ndoshta ke mendu diçka më e madhe që do të jetë në Kosovë? Po vendi shkreti, vendi do të pamje komplet gabim. Vrani mola. Mos e vrani njeri. Thjesht se shumica kohës po fol shqip, që edhe ëndër po shen shqip. Ka bëne që dënë, se je njeri lirë, zoti drejtës, me ikë pa me këshyrë, veç iku edhe hajtë se mas një vjetë kime rrëtina. Komplekse si po? Kompleks po, shumë komplekse. Edhe shumë po më vjen keq se s'ka ma shumë darë, na vynë ma shumë bebat, na vynë ma shumë natura, na vynë adhen edhe po. Nona me më thonë mos vesh qashtu, ose mos del një atë orë, ose mos të Spanin. E kam kalu shumë senet këqia, ma veshtira, ma të rondat, ma shtrim. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tonë që e ke pas vështirë me te kalu? Në moment, dëmë me më pale kajt, a? Seriosë? Po s'kam me kajt, po m'njina shumë mirë, që hajde, jo s'di. Momenti va vështirë për mu jam tu e kalu tash, për momenti, në fakt. Po ti duke shumë mirë. Po dhe? Pas ndonjë dashni në Kosovë? Po e kam pas edhe në Kosovë, edhe në Zvicër, edhe në përkrejt bota kam pas dashnia. Je shgënjyve nga dashnia gjithmonë? Jo, kam mësu prej dashnia. S'ka lidhje, se Zoti ka një plan për mu, edhe unë e jetës teme kam jap Zotit.